إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, ne do të flasim sot për një moral, për një cilësi, e cila cilësia besimtarit, cilësia të devotshmive, cilësia e të rive dhe të rejave, të cilët dhe të cilat i kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Burimi i kësaj është se furnizohet prej Kur'anit dhe Sunnetit. Është që edukohet prej fjalëve të selefit dhe ecja pas hapave të sahabeve radhiyallahu anhum. Kjo është ndershmëria e moralit. Përse të flasna për ndershmërinë e moralit? Për shkak se periudhën që jemi është një periudhë rrezikshme. Periudha ku të rit dhe të rejat, nxënësët dhe nxënëset dalin në udhëtime, festojnë matura, ecin jashtë shtetit dhe janë të vetmuar të rit dhe të reja. Dhe shumë pak janë prej tyre që kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe prej përgjithësive që të kenë kujdes për nderin e bijave tona dhe bijve tonë. Shumë pak janë ata të cilët i urdhrojnë në të mirë dhe i ndalin prej të keqes, ta ruajnë nderin dhe moralin. Për shkak se kjo periudhë e fillorës dhe të mesmës është periudhë e rrezikshme. Është periudhë ku epshi është në kulm. Është periudhë ku njerëzit mbashtrohen lehtë. Është periudhë ku i riu dhe e reja nuk mendojnë gatë. Mendojnë vetëm të kënaqin epshin, apo të dëfrohen një çast, apo disa orë, por pasojat pastaj janë të mëdhoja. Për këtë arsye ne duhet të kujdesmi, duhet të këshillojmë njëri tjetrin, se ne të rit dhe të reja duhet të jenë në gradën e bijave tona dhe bijve tonë. Ashtu si kujdesmi për moralin e bijave tona dhe bijve tonë, duhet të kujdesmi edhe për moralin e atyre të cilët janë nën dorë tona. Janë nën kujdesjen tonë. I kanë lënë amanet të ne. E jo në si të dalë në jashtë kufinit, tërnatën me i lënë të rit dhe të rejat një diskotek, baba të ka qu amanet të kalon vajzën, tjetri të kalon amanet djalin, aj tjetri atje në hotel Pibari, aj tjetri të hetë se të rejat shikat ju presën nalë djemve të ri, kjo është turp dhe mjerim. Kjo është turp dhe mërzi dhe piklim. Të nuk janë fjalë të kota, asë nuk janë fjalë emocionale. Të janë fjalë reale që ndodhi që ka ndodhë. Do të thotë që nuk intereson ati për moralin e djemve dhe vajzave tona. E atër, terisa atyre nuk ju intereson, duhet të na intereson neve si prind. Edhe si hoxhallar, edhe si ummet. Ne kena parasysh se kjo periudhë është periudha ku epshi është në kulm. Periudha ku çdo sen të motivon për punë të këqija. Lakuricia po, prezenca e jo moralit po, filma të pisaft po, filma për adoleshentët po, do të gjithë ka keqja. Sa ka përqind në rrjetet sociale që flasën për ruajtjen e nderit dhe moralit. Nesër do bosh nan, nesër do bosh bashortja dikujt, nesër do bosh bab,
nesër do bosh print i dikujt, paramendo historia jote është regjistruar në për hotele dhe motele edhe në për ekskurzione në përshëtitje. To janë qefe që kalojnë. Janë qaste që hecin shumë shpejt. Nëse epshin të kërkon haram, mos haro se Allahu subhanahu wa ta'ala në nëzit në Kur'an dhe thot وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dhe le të kenë kujdes, le të arruajnë vetën e vetë të dëlir, ata të cilë nuk kanë mundësi të martohen. S'ke mundësi të martohesh, se një të gjetë halon një nuse si duhet ti që shedon. Atëherë, ruaje vetën tënde, kujdesu, të jesh i pastër në ndër, mos e flish nderin tanë, mos të mbashtrojnë ujqët, mos mendo se qatë që e bën mohabet me ti, qatë bisedë të fqet, mo mendo se s'ju ka quë shokve të vetë. Qatë foto që ta merë, mes keq shokve e ka shpërndajt, që nesër ti të jesh top loj në dorën ati kur të doj aj. Për këtë arsye, atër kujdesu, ruje nderin, ruje moralin, bën sabër, se Allah do të pasuron. Edhe një ditë Allah do të mundson që të kesh një grua apo të kesh një burr me halal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatu haqqun ala Allahi aunuhum. 3 personat Allah ja ka obligim vetës së tij me ndihmue. 3 personave, 3 kategori të njerëzive. Allahu ja ka bërë obligim vetës së tij ka me ju ndihmu këtyre njerëzive. Cili thot el mujahidu fi sabilillah. Mujahidi i cili në rrugt të Allahut, Allahu e ka marrë përgjegjësi që do t'ja ndihmon atij. Edhe dita është el mukatib. Mukatib ai njeri i cili është rob, ka bë kontratë me zotrin e vet, që hape parë ta liroje për hir të Allahut. Allahu ka më ja ndihmu këtij derisa t'i bën parë ta liroje veten e vet. A dhe thot ashab yatazawaj al-afaf. Djaloshi i cili martohet që ai ta ruajë nderin e vet, apo vajza e cila martohet që ta ruajë nderin e saj. Do thot Allahu ka më ndihmu. Ai i cili e ruan veten e tij, ai i cili don të martohet me halal, ai i cili kujdeset, Allahu ka më ndihmue që ai të dale në qosh këtij progresit të jetës i cili duhet ta ketë çdo besimtar dhe besimtare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirr në ruajtjen e moralit. Mbreti romakëve kur e takon Ebu Sufjanin në atë zaman o kon mushrik. Kur takon me Herkelin dhe i thot në çka ju thirr juve Muhamedi alayhi salatu wasalam. Thot wallahi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot neve na thot adhuroni Allahun wala tushriku bi shay'a. Dhe mos i bëni shirka atij. Dhe mos e adhuroni askan tjetër pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot mos adhuroni atë që ja kanë adhuru baballarët e juve. Rregull tjetër. Ya'muruna bis salat, thot na ka urdhëruar ta falna namazin, wa zakat, wa sidq, wal afaf. Na ka thonë zakatin, ta ruajmë derin o vlezër. Do thot Ebu Sufjani mushrik tregon realitetin në të cilin thret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mos mi bësh shirk Allahut, me fal namazin, me dhon zakatin, me agjërue, me kon besnik edhe me rujt nderin. Nderi u ka bo send ma i lirë, ma i thjesht. Do të është boje, famrën e kanë prue armisht e Allah që të bot mjet artikulli i reklamave. Para mendoni që ma herët nuk famra o kon diamant. Do kon diamant. Kurse sot e kanë bo më të lirën, me dal me të reklamue ti këpuca, me dal me të reklamu ti kapak, me dal me të reklamu ti asfalt, me dal me të aprip, elepak, la ilaha illallah. Atë që e lirë, ra, famra, kumbet gjelozia jonë, kumbet inati jonë,
ku mbet derti i grave tona dhe të vladve dhe bijave tona. O xhamat, me ditë çka di unë, do të rishtoni. Vit njerëzit na ankohen, pasha Zotin Hoxh i nderuar, folni për trit të rejat se me dal në për anën tjetër ka autokomanda, do t'i shosh bijat tona shqiptare çka bajnë. Nuk është mohabet i kafës ki. As nuk i dëgjoj mohabetet atyre që rinë tër ditën çajtore dhe bëjnë prapë mbar mohabete. Njerëzit të cilët kanë dert, njerëzit të cilët kanë dertin e nderit dhe dinit. E pse me ra në këtë deregje? Pse me ra aq poshtë? A hiç nuk na vjen i natë për bijt dhe bijat tona? A as pak nuk na dhimbën ata? A jeni të pa burra se shumë shkorrizimi janë të ndodhur kohën e fundit? A jeni të pa se 3-4 muaj, 5 muaj po ndahen? Nga na vjen kjo? Kjo vjen për asaj pasojës të shëtitjes në natën e maturës, shëtitjes në hotele, edhe pastaj lëvizin, njësia, shpionazha, kërcënimet, edhe ndodhin belajat. E Allahu subhanahu wa ta'ala, ata të cilët e ruajnë nderin, ata të cilët kujdesan, nuk e flishin nderin e tyre në haram, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Walladhina hum li furujihim hafidhun", dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet, nuk e flishin illa ala azwajihim, përveç se me gratë e tyre që flenë me halal dhe me burrat e vet që flenë me halal. Po çka kanë këto jarab? Çfarë problemi ka ai i ri dhe ajo e re që nuk mbashtrohet? Çfarë problemi ka ai martuar dhe ajo e martuar që nuk e flishin nderin e vet? Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ulaika fi jannati mukramun", këto do të jenë të nderuar në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të jesh faqebart sa të jesh gjallë. Nëse nuk e gabu, nëse nuk e ke flish nderi, nëse nuk e shkel në mina, dije se do ta kesh jetën stabile, martesore dhe me evlat tuaj. Nëse shkel dhe gabon dhe nuk përmesosh, nuk pendosh i sinqert te Allahu, prapa si të pendosh te Allahu, prapë ti mlon marrët. I sjell ta mlon Allahu. E harron ai kriminali, e harron ai që ka bë planin, i harrojnë. Allah i lumi Rabbul Alamin. Dhe mshelet tema, nëse pendosh sinqerisht te Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse jo, nuk ka mundësi të jesh i qetë dhe i rahatshëm asnjëherë. Lusni Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na bëjë prej atyre që kena frikë Allahun, prej atyre të cilët kujdesmi për nderin ton, kujdesmi mos të shkelin në normat e dinit ton, kujdesmi mos të bim në këto gjuna se janë gjuna të rrezikshme, pasojat janë shumë të mëdha, rezultati është shumë i keq. Mos na mbashtrojnë se un jam në Shqipëri, un jam në Greqi, un jam në Portugali, së mjef kush, s'din kush, s'mirët vesht, mshelet tema këtu, harro çdo send, mos e bën të madhe, krejt të ri qështu, krejt të reja qështu. Jo, ka dikush që e di që t'i ngjizon, edhe nesër të del në Majdan. Dhe shoh në pjesën e ditë, kush është ai që t'i ngjizon? Kush ai i cili të në Majdan? Lusme Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na ruje nderin ton, të vladve ton, të bijave tona, të grave tona dhe gjithë grave të muslimanëve. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله يزر الله سبحانه وتعالى في القرآن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله nuk i fshet asnjë send çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. E din ai ku jeti ri rahat. S'e baba jot nëna jote, po t'she Allahu Rabbul Alamin.
Allahu subhanahu wa ta'ala thot ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahu subhanahu wa ta'ala e din shikimin e përvjedhur dhe atë që fqehni në gjoksin e juve, në zemrat e juve. E din Rabbul Alamin, i fqes sa të duash. Se një dit ka me të marrë ftyra në kiamet, nëse nuk mit, edhe pse ju ka marrë shumicave ftyra në dunja. Edhe pse qysh në dunja Allah subhanahu wa ta'ala jo kanë zem, o të ri, o të reja, o prind, o dashamir, o vlezër, o gjemar. Që t'ju thonë, një fjalë ma të ngratë, ma të afër, me zemrës time dhe zemrës juve dhe ata që dëgjojnë. A mendojni se vetëm ne kina sfida? A mendojni vetëm ju kini epsh? A mendojni se vetëm juve ju afrohet zinaja? A vetëm juve mendojni se dert janë të shelta? Jo, vlezër. A dini se në zemanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe sahabeve ju ka afru zinaja? A dini se në atë zaman ju kanë thirë, eja, bujron flejt e unë, e knaqu. Marthat, ibn Marthat, ebi Marthat, o shkon një sahabi, o shkon një fort, ajo shkon, ka bon, ja ka dhon besën Allahut vetës së vetë, që ta bojnë një punë. Qërë punë? Ti vjedhje musliman që ka janë burg, Mekke, ti qesen Medine. Paramendojni, qërë sakrifice, ka hi natën, e ka vjedh një musliman për burgit, e ka nëzër jashtë Mekkës, e ka qunë Medine. Kjo kon puna ati. Thot një natë prej natëve, kam lënë takimin që ta vjedhi njënin prej muslimanve. Tha, kur e kam po, kam dëgju trokitet e komve dhe jam qenë hije të ersirës. Por në hije më ka po, edhe më ka thonë, o mërthet, atije, thot, po, unë jam, qka lip tu? Thot, ja anak, atije, anaka, është kon një grue, e cila ka pas dashnore shfajlerk në gjahiljet, mërthejti. Hajde, thot të unë e son dhe flej. Hajde, thot si të kaluarën. Thot, ja anak, ja, Allah e ka bë haram zinon. Ka kon kur ka kon, ishte kur ishte, kurse tash jam bë musliman, e udhu billah. Thot, ja mërthat, apo vjena qitan majdan. Sheri grua, sa përshe? Ki thot, jo, se Allah haram e ka bë zinon, thot, o me kas, mërthedi ka arti vedhe muslimant. Pse se ka ngu me ron zina? A pe shifni? Ato ka kërcnu ti re dhe të re dikush me këse kërcnimi? Thot, dhe kam hik mërthedi. Kur kam hik, thot, janë gjujt pas meje 8 persona, 8 me kas. Thot, dhe kam hi me një kopsh, duke hikur dhe kam gjet një shpjell dhe kam hi. Dhe pastaj, thot, ato më kanë humb gjurmën time. Kur e kanë humb gjurmën, pastaj janë dalë dhe kanë kri nevojen. Tha, ajo nevoja, tha, mbike mu, mbiko kanë time. Dhe thot, s'kam bozo, nuk kam bozo. Zhurë deri sa janë largu. Kur janë largu, pastaj janë thi, përsëri e kam vjedhat muslimonin, e kam zeri jashtë Mekkes, a dhe kam shku në Medine. Kur kam shku në Medine, thot, i thash, ja Rasul Allah, a bon ta martoj anakën? A kuptuat? Është dashuru. Është dashuru, dashuria të qalon sit. Por jo në haram. Ajo që mërtohet sot, dashuri, e dashuri, kjo është zina, i thojnë. Kur gjonë tjetër. Kësa i thojnë zina, jo dashuri. Si të bot një qa, atër po bot dashuri. Ama në këtë mënirë, kë ka emrin zina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hesht. Ja Rasulallah, ata mërtoj anakën? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hesht. Pastaj zbret ajeti Allah së të ndërshëm, e zani la jenkihu illa zanjetan o mushrika. Kurvari nuk marton përveç kurvarën ose mushrika. Lezër, muj me gjithë një fjalë pak ma të butë se kjo, por du që të ete e egrë në vesh. Të ete e egrë, se puna e keqe du të kete në emrin e keqe. Jo puna e keqe, ta kete emrin e mirë që t'ju vje letë në vesh të rive dhe të reja. Ja, kështu Allah subhanahu wa ta'ala thot. A shifni sahabët radiallahu anhum, edhe ato kanë pas sfida.
Edhe ata i kanë thirrë në haram. Edhe ata kanë pas zemrën prej gjakut dhe mishit si na. Por kanë shku të mjeku të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe të ja Rasulullah, shikojni sa i sinqert. Ata martoj, pastaj zbrita jeti, ja. Ti i ndershëm, ti ke botohet Allah, ti e pendu të Allah subhanahu wa ta'ala. E përket të ruajmë nderin ton, të ruajmë bijtë tona. Mos të tolerojmë, sidomos të rritë dhe të reja, të sidomos tash përcjellja ushqimeve me biciklat, me bicikleta apo motora, apo ushqimin që shkojnë për shtëpi. Keni frikë Allahun, kush punojni? Kush përçojni ushqim, artikull, posta, të ri shtëpi, keni frikë Allahun. Ka ankesa, dolën me tesha të mbrendshme. Ka ankesa që kërkojnë njerëz në shtëpiat e të futun të rritë në shtëpiat e tyre. Keni frikë Allahun ju çka punojni? Çka përcjellni ushqimin në shtëpia, apo posta, keni frikë Allahun. S'ka amanet, ku po thon vet, është besnik, s'ka besnik sot përveç babës, vllajt, burrit. Kujdesni! Kujdesni mos i lini evladët në dorën çdo kujt. Është ngrit amaneti, është ngrit besa. E ne duhet të kujdesmi për evladët tonë. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na ruaj nderin. Lusë Allah që Allah të ruaj evladët tonë. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ruaj prej kurthave të kurthtarëve. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithë në xhennetul firdaus. Wa aqimus salat.